ascendente në këto shenja. Dhe kjo do të thotë një nga mundësitë më të mira, sepse duke pasur parasysh edhe ndryshimet që vijnë ose koha që neve kemi në dispozicion, na ndihmon dhe na jep plot mundësi që neve të shikojmë çfarë do të bëjmë. Sidomos lidhje me dokumentacione, kjo lidhet shumë me dokumente se ka të bëjnë me persona të ndryshëm që neve na bën që të ndihemi superior për gjërat të mëdha që kemi. Kemi gjithashtu datën 26 maj. Data 26 duket se dielli që takohet me Plutonin në një kënd mjaft të mirë, në një trekëndësh që na ndihmon jashtëmase ku referohet punës dhe vazhdimësisë. Kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi, dhe kjo përpiqemi që neve të jemi sa më të qartë dhe më të ndikuar në atë çka neve duam të bëjmë. Një kënd shumë i fuqishëm për qenë vendimtar në jetën tonë, duke ndryshuar atë që nuk na pëlqen, duke na çliruar përgjithmonë nga çështjet e vështira, nga gjërat që neve kemi pasur. Ndikojnë pozitivisht shenja siç janë binjakët, siç janë peshorët, ujorët të datëlindjes në ditët e para të kësaj shenje, pra të ditëve të parë, ose ata që kanë ascendente apo planetet në këto shenja. Kemi datën 27. Data 27 duket se tani për tani, edhe pse është një nga datat më të mira për arsye të punës, për arsye të ndryshimeve që vijnë tani e tutje, ku kjo ditë është mjaft e mirë me një katërkëndësh, Marsin nga Demi dhe Plutonin në ujor. Do të thotë një kënd i fuqishëm që varësisht në mënyrë se si ne pavarësisht vështirësive që kemi, por menaxhimi është pjesa dërmuese e gjërave të mëdha dhe kohës që i përkasin çështjet madhore, ekonomike, financat, ndryshimet, por gjithashtu tregon edhe disa ndikime shumë të mira, sepse këndet që kanë të bëjnë në lidhje me pasionin e punës ose ndryshim pune, edhe pse ndikimet e këtij këndi zgjasin disa ditë,